Dhe festivali që po i përmend, ke marrë goxha shumë çmime, pavarësisht që ke 2 këngë vetëm të realizuara. Ke prezantuar ato 2 këngë dhe ke marrë shumë çmime. A mundesh pak Isra me na tregu ku ke qenë, ku je vlerësu? Atëherë kam qenë në Gjakov, te Lyra Fest, aty kam marrë 3 çmime, një më i rëndësishëm ishte ai i votave të publikut, ku të gjithë kërçovarët bashkë votuan për mua. Aty të mora 3 çmime. Një nga 3 çmimet ishte edhe çmimi i parë. Në Ferizaj kam marrë çmimin e parë. Në te Mollkuqet kam marrë solistja më e mirë, edhe shumë të tjera. Edhe shumë festivale të tjera. Me cilën këngë ke shku më shumë në gara? Klitma e Paqes. Me këngën e parë? Po. Si është kënga e dytë? Bjeroshi. Bjeroshi. Këto këngë të cilat edhe te e treta që